Me që tha Ministri Vitia mos folni për havon, e kam njët veç në për tokë me folë. Minister, pyetja em konkrete ka të baj për mos funksionimin e semaforit në Skënderaj, që e lidh qendrën e qytetit. Është për me qesh, këtu qeshin disa, sepse këta e shohin Skënderajin gjungëll. Kryetare apo mon disciplin, apo i qesun për jashtë, apo i qet ti? Nëse ta merr menja, provo. Jo, ministr, më falë, kryetare, vetëm të lutem ma kthe kohën, sepse unë pengun disa herë. Po kohën e patë në dispozicion, po jo se pata, për deri so, ata me mosdijen e tyre zgjedhen për me utall me komunën e Skënderajt, kjo është e papranueshme dhe ju duhet i tërheqni vërejtjen. Minister, ju e dini që semaforat janë kompetencë e juja, prandaj kërkoj të di pse ka vite që semaforat në Skënderaj janë jo funksional dhe si pasoj ka ndeshjen komunikacion kemi edhe humbje të jetës së njerëzve. E këta le të qeshin, se këta tregojnë se sot pa ditun janë. Këta nuk i din detyrat e veta dhe kompetencat e veta. Deputete, pyetjen e ki me ministrin, jo me deputetët e vetëvendosjes, prandaj të lutem meru me pyetjen që ke adresu. Minister. Nderuar deputete, faleminderit edhe një herë. Lidhje me shpërndësimin është jashtëzakonisht problematike për shkak e përmenda në rrugën që folëm më herët, ka filluar në vitin 2006. O fillu pa elaborat. Është njëjtë që me i Lipjan, komplet rruga u shtru pa u bo elaborat. Dodh Gjakov janë shtru rrugë pa elaborat. Edhe tash ti po na shkaktojnë këto problemet që janë sot. Tash te pyetja e dytë. So i përket mos funksionimit semaforëve në rrugën Skënderbeu, pe analizave ka rezultuar që dëmtimet e semaforëve vijnë nga dy shkaktorë. E para, e vërtet që kanë ndodhur aksidente të shpeshta në atë kryqëzim, e pastaj kanë shkaktuar dëm edhe në semafora, edhe i kanë nxjerrë jashtë funksionit. E dyta, një problem shumë serioz që do ta adresoj edhe me komunën e Skënderajt, pro do të kemi një komunikim me ta, që janë disa ndërhyrje të paautorizuara në infrastrukturë, përfshirë dëmtimin e pllokave të funksionimit të semaforëve që kanë ndiku drejt për drejt në nxjerrjen e tyre jashtë funksionit. Pro janë dy shkaktorë. Megjithatë, ne kemi ndërmarrë mosa parandaluese, ku është bërë vendosja sinjalizimit horizontal dhe vertikal, ndriçimi publik dhe shiritat vibrues për vëmendjen e vozëcëve dhe njëkohësisht kam komuniku me zyrtarët përgjegjës për ta kontaktu operatorin ekonomik që është përgjegjës për mirëmbajtjen e semaforëve dhe rregullimin e tyre. Me fjalë tjera, më është premtuar që do dolin, do ta bëjnë zgjidhjen, por megjithatë ka pas probleme që po vijnë për shkaktorëve të ndryshëm. Faleminderit. Faleminderit ministër. Deputeti Ganimet Musliu, se kuptuat, besoj që e kuptuat tash që është kompetencë e ministrisë. Ministër, kur do të jenë funksional semaforat në Skënderaj? Do të flas, kemi fol, kemi bisedu, kemi diskutu, tregoma një afat kohor kur, sot një muj, sot një vjet, sot 6 muj, vetëm trego kur do të jenë funksional, apo duhet me vdekje dhe dikush në atë udhkryq që na me reagu pastaj.